Bravo, Faza. Oke, ta shi merë një që keni plaç kam planë dhe... Bravo. Në drejtim të... Unë them ta mbajmë kësa javë dhe mos vinin punë gjithë javë. Ta mbajmë vetëm këtë dhe kërtja. Vetëm të kërtja. Atere, mi të nëruar. Në fakt, pas viteve 90 ka pasur... Sa atere nuk bote vagjera. Kujtja mate, kujtja mate, Tek një qytetar, pensionista, po jo, në atë kohë ndronë dhe jetë, bëshë shkëputje nga gjëndja civile asaj kohë dhe smere mo certifikata e vdekjes. Pa tjetër. Mi për pas në dhjetës pati tendenca të forta faktikisht atje ka qenë me lapse letër dhe s'kishte nga trojtë. Po për që dhu gjë. Që kur i bon digitale... Ty filloj procesi. Sot do të flasim pak për një fenomen që ka brenda falsifikimi, vepra penale, plot gjëra të tjera. Madje karta identiteti, akte notariale, si quhen këto mo, jo akte këto. Prokurat. Prokura për fajsimi, para për të marrë pension dhe jo vetë. Prokura thellë. Për sot thellë, problemi që duat të ngrehet, ta kuptoni të gjithë ju, sidomos instancat që e kanë dorë për ta korrigjuar është kjo. Që sot mungon një sistem i vetëm. Database. Një database, thot Gentiani, për që ta e kupton ose quaj një list. Një listë e madhe, elektronike, ku të jenë emrat e qytetarëve, pra që shtrohen në spital, dhe Zoti bëri që ai atje të ndahet nga jeta. Spitali shkruan u nda nga jeta në datën kaq e kaq me kartelën e vdekjes. Kuptoj që ti të ndahesh nga jeta, figuron në sistemi danë. Pra dhe automatikisht këtë përshkrim të spitalit e shikon njësia administrative ku merr pensionin, posta po ashtu dhe jo vetëm. Pra nuk pritet të shkoj familjari për të bërë regjistrimin me certifikatën e vdekjes, por tashmë në sistem je i tillë. Ose anasjetas, në njësinë administrative, agjensitë funerale, që bëjnë shërbime funerale për qytetarët. Spitalet, më bërë, spitalet. Ore, pëse se bëni më? Jo të gjithë, ndo shandrojnë jetë në spital. Minimumi kopjoni këtë që bëjnë patronazhistët, që i kanë gjitha të dhënat. Kopjoni ata si e bëjnë, ata bëjnë edhe ju. Qëfar gjelozi, po jo ma si e kanë, por atë si e kanë ato e kanë databasin. Pra të shqip. Bëftirë ti, Greta. Gëzuar, vajza. Bon apetit. Në fakt, duke mos qënë një sistemi tillë, sigurisht lindin abuzimet. Dhe gjëra të vogla nga 2019 ka ndruar jetë Recep Zogu. 68 vjeç. Që nga i momentet deri sot dikush nëpërmjet nipit të tij, me emra konkret më pas, i kanë të rrequr pensionin. Diku tek 20 milion lek, amana bëri dhe ajo që sigur çfarë, 340.000 lek. Patjetër, do thoni që është i vetë miras dhe i gjetëm ne. Jo! Absolutisht që jo. Po ju sjellim një nga pa fund qindra e mira raste që ka në këtë vend. Janë miliona euro me abuzime nëpërmjet prokurave false, nëpërmjet mos deklarimit të certifikatës së vdekjes të familjarëve të tyre dhe vazhdojnë në të rregjin pensionet. Sigurisht në një bekim të një njësie administrative apo një punonjëse zyre. Ka mundësi më kolegë që jemi mjeshtrar për të shpik sistemi që ja fush në sistemit dhe nuk bëjmë dot i sistem. Hapi i parë, ndijeni. Kur ka ndruar jetë bashorti juaj? Në 90. Kush u mor me procedurat e çregjistrimit, të varrimit? Fatmir Hidri. Pas vdekjes së bashortit, ju u zhvendosët këtu në Maminas tek vëllezrit. Në Maminas u takuam me zonjën Flora Hidri, e cila ka qenë e martuar me Hamdi Hidrin. Ky fundit ka ndruar jetë në vitin 2019. Tashmë jemi vendosur në njësinë numër 2 në afërsi të banesës ku kanë jetuar bashortët Hidri, Hamdiu dhe Flora. Na është bashkuar gëzimi dhe na ka sjellë në adresën në të cilën ju keni ardhur, keni takuar motrën për gjithë kohës që ka qenë martuar. E konfirmoni që kjo është banesa? 100%. Fatmir Likaj është nipi i të ndjerit, Hamdi Hidre. Motra ime ka mbush moshën 57 vjeçë dhe në bazë ligjit i takon që të marrë pension familjar sepse i ndjeri ka pas një pension goxha të mirë dhe motrës i takon për aplikimin sistemi ma nëzori që personin fjalë është i gjallë. Hamdi Hidri rezultoni gjallë sot pas 6 vite. Hamdi Hidri, ku ka ndruar jetë? Në spital, ke spitali Nën Tereza.
Ndërkohë, ku është varrosur? Është varrosur në fshatin Selb. Procedurat e regjistrimit sipas jush kush është marrë? Mendova që ja ka bë ky veprimet. Po shpërblemi do të çoj letrat ke sigurimet të Tiranës dhe motra ime del debitare, se me 20 sa milion lek. Është tërhequr pensioni për gjatë gjithë kohës. Ja ju e patun të solla dokumentat që në maj, është tërhequr dhe me 2 maj të 2025. Aq shpejt ka vepruar personi që unë nuk e njoh dhe nuk e di se kush është. Kontakti i fundit që keni patur me nipin e të ndjerit? Ditën e varrimit që janë bot pamë dhe s'jemi taku më. Zotria Hamdi Hidri ka vdekur që në 2019. Tash Recep Zhegu. Hamdi Hidri. Recep Zhegu është ai ustaj. Ai sistemeve. Ai që i ka thyer, ai breaking wall, ai që s'do me Ai ditë. që ti vinë anësh iranianët, e kush i ka bërë iranianët para ti. Pra, Fatmir Likaj është nipi. Pra historia fillon me bashortën e të ndjerit, e cila tashmë kërkoi të bëj letra për dokumente, dhe thënë, çfarë dokumentesh do me boti? Ti ke burrin gjallë, ai të merr pensionin. Më fali, tha kjo, po burri im ka 6 vjet që ka ndruar jetë. Ja, na vjen keq. E kemi sistem. Pra nuk i besuan asaj, ja, na vjen keq. Ja të gësh. Ai me një prokur ja ka lënë një miku të tij dhe të rrit pensionin. Ha. Të kujtove. Andaj thon vajza më mirë një mik se një çiflik. Bravo. Se miku të merr pensionin me. Në fakt, jo se ta merr ta sjell ke shtëpia, e merr dik. Në fakt, për të vërtetuar nëse i ndjeri ka ndruar jetë apo jo, ju drejtuam qendrës hospitalore universitare Nën Tereza. Pasi u shtrua, 2 ditë më pas ndroi jetë. E vërteton kartela mjekësore që është e tij dhe nuk e luan topi. Ndiheni pak. Ka kaluar 6 vite, jemi në vitin 2025 dhe Hamdi Hidri, për fat të keq pas verifikimeve, figuron i gjallë në gjendjen civile, figuron i gjallë gjithashtu edhe në sistemin e pensioneve, pasi ju më larg se në maj 2025 është tërhequr dhe pensioni i fundit i tij, në vlerën më shumë se 300.000 lekë të vjetra. Ndërkohë, duke qenë se nga kunati i tij, zoti Gzim na u tha që ai ka ndruar jetë në vitin 2019, në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, ne ndaluam pranë zyrës së statistikave, ku pajisëm me këtë vërtetimin për të provuar që ai është shtruar në QSUT në datën 6/4/2019 dhe vetëm 2 ditë më vonë, në 8/4/2019, ka ndruar jetë. Presupozohet që pas këtij momenti është prodhuar skeda vdekjes dhe duhet ishte bërë regjistrimi. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Dhe pasi morën vërtetimin nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, ju drejtuam gjendjes civile në njësinë administrative numër 2, ku duhet thënë që punonësit e gjendjes civile në këtë njësi u treguan të gatshëm për të bërë veprimet e mëtejshme të verifikimit të statusit të Hamdi Hidrit në mënyrë që më pas të bëhet dhe regjistrimi i tij. Në duar kam tërheqjet e pensionit të Hamdi Hidrit nga viti 2019 deri në vitin 2025. Tërheqja e fundit në 2 maj 2025 në vlerën 34.293, më shumë se 300.000 lekë të vjetra pensioni i të ndjerit dhe është tërhequr në mënyrë të vazhdueshme. Ndaluam pranë zyrës postare A22, ku në fakt është bërë dhe tërheqja për pensionin e Hamdi Hidrit. Sipas përgjegjësisë së kësaj zyre është bërë nëpërmjet prokurës, emrin e të cilit në mënyrë arrogante refuzon që ta jap punonjësja. Hamdi Qamil Hidri është marrë pensioni deri në 2 maj 2025 i fundit. Kush e ka tërhequr? Personi që është i autorizuar me prokur. Kush është i autorizuar me prokur? Një person që është i autorizuar me prokur. Hamdi Qamil Hidri ka vdekur që në 2019. Po. Ju lutem, kush është personi që e ka tërhequr pensionin? Është bërë një prokur nga persona kompetent në noteri. Kemi të bëjmë me një vepër penale. Kush është personi që i ka tërhequr lekët? Më duhet të gjej personin që i ka tërhequr lekët. S'jam e autorizuar të t'jap ty asnjë lloj informacion. Zonjë, ju keni dhënë pensionin me atë prokur. Unë doa të di kush është shkelsi. Personi që ka ardhur. Po kush është pra? Kush e merr? Po të zyra ajo po jo të Spërtelion, po çon si ka, unë s'jam e autorizuar të nxjerrë. Nuk janë të autorizuar të nxjerrin emra, por nuk kanë as kompetencë për të verifikuar dokumentet. Mjaftohen me një certifikat gjallëse, pavarësisht që nuk është parë prej 6 vitesh në pikën postare pensionisti. Dhe ja ku jemi, më shumë se 20 milion lekë të vjetra s'dihet ku kanë shkuar. Pra, vetëm spitali e ka të konfirmuar këtë. Njësia administrative thot, po s'tim gjëne.
Nësa në post, kur Dominika Baraktari vari për të thënë, ore, kush është personi që pas ka prokurën që të rejë, nuk ta jabu në emrin ty, më i zonjë. Është konfidenciale. Ty ka 6 vjetë kush e të rejë. Posta numër 22. Është konfidenciale, nuk e japin do zonjë. Nuk mundet. Informacion nuk japin, pensionin po informacion jo. Oke. Çfarë bëjnë? Pensionin e japin, informacion jo. Sepse informacioni është më konfidencial se pensioni ortimi. Pa që thua dje? Pa çfarë pensioni lek janë? Tasi për lek. Taksa tona janë që. Nërsa tani post-scriptium. Kujdes, vëmendje. Të dyja zonjat e nderuara që do dalin janë notere, por nuk kanë lidhje me situatën. Është përdorur emri i tyre dhe firmat e tyre janë falsifikuar për të bërë prokurat ky ustaj. Andaj, se ndonjëherë kur del Kestopi thënë jo, nuk kanë bërë asgjë. Jo, vajtën thjesht për t'i verifikuar dhe të dyja thonë që është falso. Janë të falsifikuara prokurat. Pra, kjo është një vepër penale e këtij ustaj që e kishte emrin Recep Zhegu. Me xhepa. Nigjeni. Nga drejtoria e përgjithshme e postës shqiptare ne e vënë në dispozicion prokurat e posaçme me të cilat është bërë tërheqja e pensionit e shtetasit Hamdi Hidri. Kemi një prokur të vitit 2019 në zyrën notariale të Aisha Ahmet Aga, ku presupozohet që Hamdi Hidri ka autorizuar me prokur të posaçme shtetasin Recep Zhegu. Ndaluan pranë zyrës notariale të zonjës Aisha, dhe kjo është përgjigjja e saj në lidhje me këtë prokur. Firma ime. A kupton çfarë kafshësh? Kemi ndaluar pranë zyrës notariale të zonjës Aisha Ahmet Aga, e cila u vu në dispozicion që të na tregojë dhe mënyrën e firmosjes e gjitha me radhë. I treguam zonjës notere prokurën e posaçme që është bërë në dhjetor 2019, një prokurë e posaçme për tërheqje pensioni. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë prokur? Prokur që ju po ma tregoni nuk është prokura ime, nuk është dalë nga zyra ime, nuk është nënshkruar nga ime, nga ana ime, nuk ka asnjë element timin. As repertor, as koleksion, as datë, as një gjë. Kjo është prokurë e falsifikuar. Nuk është hera parë që bëhen, jo vetëm në emrin tim, po dhe në emrin noterëve tjerë, për çdo rast si kam pas, unë kam shku në krimin ekonomik, në policinë e shtetit, në prokurori, të cilat i kam gjithë dokumentuara dhe të provuara gjyqësisht që këto janë akte të falsifikuara. Notere, një pyetje. Hamdi Hidri, ju vjen si emri i njohur? Jo, absolutisht. Recep Zhegu? Jo, absolutisht. Ndërkohë kemi një tjetër prokur të administruar nga posta shqiptare, kësaj radhe presupozohet që është lëshuar nga zyra notariale Valbona Selimit për periudhën 2023-2026, ku sërish zoti Hamdi Hidri autorizon Recep Zhegu për tërheqjen. Një gjë tepër interesante në këtë histori është dhe karta e identitetit e zotit Hamdi Hidri, ku presupozohet që është lëshuar në vitin 2023, në një kohë që ky shtetas nuk jetonte më. Kam një prokur që është bërë këtu në zyrën tuaj, prokurë e posaçme në shtator 2023. Firma si që ime. Jo, akoma. është një akt i falsifikuar. Jam kurios ky që e merte. Kur kishte plan të ndalonte të mos e merte më? Asnjë kur 20 milion lekë vetëre. 20 milion lekë. Kur ndrodhe jetë vetë. Ani thua, disa më ka dalë pensioni, thosë shokëve. 700.000 lekë, si 300 merte vetë, 320 ati tjetrit, një ku bosh 700.000 lekë që bukur. Në fakt, në gjithë histori, përveç falsifikimit të prokurave që është penale, më shqetëson jashtë masë dhe një detaj që aty ka lëjë kështu, fiu. Një kartë identiteti e të ndirit që ka ndruar jetë e bërë në 2023-shin. Ndërkohë që e ka vdekur në 2019. Po se ka shku me prokur dhe ka rinovuar kartën. No, Gentian. Po e ka rinovuar mo? Jo prokurën, kartën e identitetit. Duhet jetë personi vetë aty prezent. Nëse është i pamundur, më thënë, kompania që bën karta e identitetit, merr një komision në shkon atje fotografon, apo këtë diun çfarë tjetër. Si mundet në 2023-shin? Ka rinovuar. E afërt, që ka bërë më? Ma i peti kartat që ishin në për rrugëve? Po në kartat që po ne këtu e kemi dzirë. Jo, kështë të luash mënç. Pra, je apo si në këtë jetë, të bëka një kartë identiteti. Edhe mund të paraqitet në një bank për të marrë kredi. Mund të shkoj diku për të lënë për të bërë garantor. Mund të shkoj diku për 1001 gjëra. Firmos një kontratë pa e ditur ti. Kjo është pak për të luash mënç në këtë vend. Se e kuptoj prokurën me makinë shkrimi, me një vull falso e ku diun edhe kjo është penale. Po karta identiteti që kalon në një instancë shumë të sigurt, e ka bërë dhe këtë.
E bëri, more bëri dhe hiç tërt nuk e bëri syri. Është Xhaxhi Rexhepi mbi sistemin. Bravo. S'ka sistem për atë. Ai e ka kalu sistemin. Ai është hacker më Themi ne iranianët. Iranianët. Si lec në morën iranianët. Vetëm emra mbi emra. Nërsa ky... None. Në fakt, Dominika Barektari e gjeti. Vajte me takuam, sigurisht nga një ngjyrë normale, u bosi lapsh gjeli, për sikletit. Jo, nuk e di që ka vdek. Ndërkohë që ai zotëria që flet në emër të bashortës së Ndjerit thotë që po ishte në varrim atje. Nuk e di, jo, po se lajmërohet policia dhe shkolloi pak me ato ylyqet në dorë. Sigurisht në kërkim dhe nipi të Ndjerit, sepse janë bashkëpunëtor të dy, patjetër që po. Patjetër që po. Në fakt, e gjithë kjo filloi nga një denoncim e një personi, do thotë dikush pa ai nuk pa punë të veta, jo pra jo. Se janë 20 milion lekë që mund shkonin për një tub uji në një lagje që sot s'ka ujë në Tiranë dhe jo vetëm, apo ka një defekt në ujësitë kanalizimit. Taksat. Janë taksat tona që mund shkonin në një kopë shtetërore për një qerdhe. Është i vetmi? Absolutisht. S'po dalin taksat, se vidhen taksat. Absolutisht që jo. Ka plot sot që me dashamirësinë e një punojëse poste, e një punojëse të njësie administrative, ku do qoftë, bëjnë sikur se kanë menën, ndajnë në i lek dhe vazhdojnë miliona e miliona lek ndër vite. Ndigjeni pak. Ky që po shihni në foto është shtetasi Recep Zhegu i datlinjes 1957, është 68 vjeç dhe është pikërisht shtetasi që ka bërë tërheqjen e pensionit të Ndjerit Hamdi Hidri prej vitit 2019, kohë kur ka dorëzuar prokurën e parë pranë pikës postare numër 22. Sot pensioni që ka tërhequr ka kapur vlerën 20 milion lekë të vjetra dhe sigurisht nga ana e emisionit Stop është bërë kallëzimi për këtë shtetas dhe është shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës. Hamdi Hidrin, e njihni? Po, kam një gjuhë, se jo se një, po. Po? Ke dëgjuar apo e një? Po. E ke takuar ndonjëherë? Dikuar, po. Kur ka qenë hera fundi që e ke takuar së fundme? Ka ko. Po pensionin kush ja merr? Unë ja kam marrë me prokur. Kur e ke bërë prokurën e parë? Ka ko, ka vite. Ke marrë vesh që ka ndruar jeta je, apo? Po pensionin që ja merrje nuk ja çoja? Po se çoja ti, se ja çoja. Ai ti që ma matë aty në shtëpi. Po ku e mbante në shtëpi? Ku ka jetuar? Ai jetuke, po t'jo nip çka kishte atë. Ke bërë prokura njëra mbas tjetrës, falso. Ke marrë pensionin e një të Ndjerje. Sot nuk jeton më. Jo sot, po këtu e 6 vjet. Ai ka vdekur në prill, ti ke bërë prokurën në dhjetor të vitit 2019. Jo, se jam bërë prokurën. Kush ta ka bërë prokurën? O tjetër kush, prokurën. Kush? Ato. Kush? Ky pra që jetote ky, jo. Si quhet? Fatmir. Kushi? Fatmir Lika. Fatmir Lika të ka bërë prokurën? Po. Po si ta ka bërë prokurën? E ke takuar ndonjëherë Hamdi Hidrin ti apo jo? Po të shti jo. Ka kohë që se kam takuar. Po lekët ku t'ja ke çuar lekët? Atit më ba. Ku është zotëria Fatmirja? Fatmirja është shpit vetë. Ku? Në çfarë vendi? Në Sauk. Cila është e vërteta? Janë 20 milion lekë që i kanë shkuar shtetit me mendimin që janë duke i shkuar pensionistit, ndërkohë pensionisti është në një fshat për te i dajtit, në Ndhe. Nuk e di. Se di, si çfarë them. Ja pra, shqyqy që u takuam që e more vesh që pensioni që ti tërheq i përket një të vdekurit që ka këtu e 6 vjet që nuk jeton më. U bëj mundur lokalizimi i zotit Recep Zhegu fal bashkëpunimit me policinë e shtetit dhe tashmë po shoqërohet në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë. Nuk shpëtoi as nipi i të Ndjerit, Fatmir Lika. Ky i fundit dyshohet që në bashkëpunim me Recepin kanë mashtruar dhe kanë përfituar pensionin e Hamdi Hidrit. Kujtojmë që Fatmir Lika ka strehuar në banesën e tij Hamdiun së bashku me bashortën, e më pas është kujdesur për varrimin e Hamdi Hidrit, por nuk ka bërë regjistrimin, pasi me sa duket kishte një plan djallëzor për të përfituar dhe pas vdekjes së tij.
Mirë, se kjo tash sonte folëm u morën vesh në mes njëri tjetrit. E di çfarë problemi kam. Do kthehem sot në darkë ose ku diu po, nga orën 9:30. Pa dalë nga u borri planit, më fillojnë mesazhet. Jo, problemi është tu, ju ja kam thënë aty atashiu kulturor francez, që më çmeni. Se tash e di që u spi alkoolem ka gjithë verë pa alkool. Rime atë, bëjmë lloje kavaje kot ose. Edhe pyeta këtë gjë. Edhe emisioni thot ma përkthej pak e kështu çfarë ti them të gjë atit. Përkthej tjetër për tjetër o burr. Si më t'ja përkthej tjetër për tjetër? Ishte përkthej më një gjë tjetër. Si ti themun atij që ka falsifikuar 2 prokura, ka bodhe kartë identiteti. 6 vjet ka marr pensionin e tjetri. Tregoj eposin e kreshnikëve. Tregoj historinë. Ti tregoj Kalane e Rozafës. Legjendën e Rozafës. Legjendën e shqiptarit. Besën që besën e shqiptarit që 2 vëllezër të mëdhenj ja futën të voglit. Ha? A vajza. Apo legislator. Themi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.